Hoç, si bëhet pendimi? A ka ndonjë ceremoni apo Ulemat e kanë përmend se kushtet e pendimit janë 3 bazike, dikush i ka përmend 4, dikush i ka përmend edhe 5, po 3 janë bazike. E para, ndish keqardhje shpirtërore për atë vepër që e ke bë. E dyta, ta praktikësh më një herë atë vepër që e ke bë. E treta, ta vendosësh shkurt mos i kthehesh asaj vepre. Këto janë kushte. Edhe kush i mendon këto kushte, e kupton domethënë se është një mekanizëm me një valvul mbyllse. Që nëse e mbyll më këtë valvul, nuk mundesh më kthim mbrapsht. Hajde pak më qartësomi. Një mëkat madh ta marrë me shembull, e ka bën muslimani. Po, alkool. Ka pi Thjerje, alkool. Drog, Po. prostitucion, zina. Po. E tash vjen te shtëpia, edhe ndjen keqardha, ove çka bona. Ajo që themi ta brender gjëja. Po, ndaj pse e bën? Ç'ka është kushti i parë? Ankthi. Po. Të mos mund të flen rahat. Ti i shqetësuar. Si ja lejoj vetvetes ta bëj këtë vepër. Pse e bën? Kur e themi na këtë shumë mirë që insistova me undal, me zbërthy, sepse realisht sot jemi në një stadium të jetës ku njerëzit bëjnë mëkate edhe qeshin. Po. Bëjnë mëkate edhe lavdërohen. Bëjnë mëkate edhe e ndjejnë veten superior, suksesshëm. Besimtarit nuk i takon në asnjë rast kjo që ndodh sot. Besimtari duhet më ruajt nga mëkati, por nëse bjen mëkat detyrimisht duhet me ndjeket keqardhje. Kushti numër 1. Me i djeg zemra për mrenas. Më thonë, mes më mujt me fletë rahat nga shqetësimi. Me brender gjegja. Edhe me shoqërue ajo ndjenjë e fajit e gabimit gjatë gjithë orëve të jetës së tij pas momentit. E me zgjat vazhdimisht derisa të pendohet. Se për shkak ka mundësi të kanë zgjat me ditë, ama ti duhesh këtë ato orë, atyre ditë me kon i zimt. Me qenë domethënë i zhytën mendimet e tuaja, kuptimin se çka bona. Pse e bona? Pse e bona? Si do vazhdoj? Ku do shkoj? Ku më çon kjo rrugë? Ty mendu pasojat negative që ti sjell. Xhenemin. Ma e madhja unë e mendoj se është shumë e rëndësishme kuptu, thot e ke hidhnu atë që të ka kriju. E ke hidhnu atë që jeta jote varet prej tij. E ke hidhnu atë që jo vetëm jeta e kësaj bote, po edhe jeta edhe dynja dhe ahiret është në dorën e tij. E ke hidhnu atë që ti gjëra që ke gabuar edhe i penduaj ta ka fal, edhe të ka ofruar, domethënë mirëseardhje, ta ka çel derën. E din se sot prindi, si prind, nëse fëmia i vet vazhdimisht rebelohet ka shiti, vjen momenti që thot ballmos, thu me pas punë me ty. E leqit fëmin që themena. Allah i madhëshëm kur nuk jam shel derën robit vet. Megjithëse krahasimi është me dallime të mëdha. Nuk varet fëmia nga baba për rrezikun e tij, furnizimin e tij, jetën e tij. Se sa fëmijë i kanë përzon nga shtëpia, ata janë bën milionera, miliardera. Kanë jetu jetë më të mirë se baba dhe nona e vet. Ama me të person Allahu nga mëshira e tij vallahi s'an çon kokë. S'mundesh me jetu asnjë moment i lumtur as këtë botë, mos flasim për ahiret. Andaj kur ta mendon njeriu, do thotë se në momentin që ka mëkatu e ka hidhnu Allahun krijuesin e tij, unë mendoj se kjo është ajo që e dridh zemrën edhe shpirtin edhe trupin edhe nuk e lën rahat faktikisht as një sekond derisa nuk pendohet. Kjo është keqardhje. Kjo kushti i parë domethënë keqardhje. Kushti i dytë praktikë mëkati më njëherë. Pisa do në mos bëj. Për shembull, nëse supozojmë për shembull e ke mush hunën me drogë. Edhe vjen dikush shef, ballbe. Hala, po t'ia thas mos kemë marr kët bërllok. I thënë fjalë pjesë kët pislloka. Edhe për shembull, të këshillojmë një këshill shumë sinqert, shumë edhe të plot, shumë të mirë. Edhe ti zotën ajo puna edhe drogës krijon një lloj edhin destabilizimi psiqik edhe fillon me ndje emocionalisht atë këshill edhe shkon pastrosh edhe e hudh këta që ke pas atë mall aty pari na por fjoka që ke pas e hudh kët edhe vendos mos më kthi. Kjo është kushti i dytë. Në moment me manifestue do të pendimin tan tu e përbuz atë element mëkati që ke bë. Të bisedu drogë qoftë, për shembull, pasuri haram qoftë, për ke vjedh miliona i gjun këtës. Pisodon e mo ndryshona.
Kushti i tretë tregon vazhdo. vendosshmëri, që mos karshi çasoj dobësie tonë, faktikisht lufton egon tonë, karakterin tanë që të la mundësi me bë dobësi në kuptimin që deri sot ke, kështu tash ti unë më komandoj me veten time. Slot ti egoja më komandon mua. Jetë të re. Po. Edhe e treta, domthon, është me vendos mos më ju kthy asaj. Se e din, domthon, shifë se feja është domthon tamam për Allahu gjithdijshëm, se e din karakterin e njeriu. Na përmendëm në fillim, i dopt mangësi. Ti thu u pendova se shon, si më thon ajo, doza e imanit. 1 muj, 2 muj, del diçka se më shejtani katon apo. është vazhdimisht në luftë me ty. Edhe nefsi jot vazhdimisht ka si më thon, ka dëshirë me u rebelu. Edhe në momentin që ti të shtohet imani, ti do thot doza e imanit është e lartë që nuk e lën as epshin tan as shejtani me të afro. Mirë po dal nga dal të bie niveli, për shkak se ti lën masdore do adhurime, do vepra të mira, fillon me mendu mirë për veten, kuptimin që unë super u bona. Edhe e lën trajnimin, për shembull sikurse një karatist ose bokser edhe. Kur e merr bot kampion i ligës, edhe nga çallëmi që ka, thot s'ka kush më del më kush më fiton. Edhe e lën trajnimin, për shembull, derisa e mori kampionin, ushtroi që domethën jo me sa nevojë, por edhe më tepër. Në momentin që e mori kampionin, e la ushtrimin. Edhe vjen njëri i panjohshëm, ama ai ushtron vazhdimisht. Edhe hentin dy luftim me të korrit. Ti kampion bote, ai i panjohshëm tërzon. Kjo është puna e njëjtë e njeriu. Për shembull, kur të bën tobe istighfar, edhe të boti i devotshëm, e mendon u bëna kampion tash. Edhe tash s'kam nevojë rutinën e adhurimeve ta bëj si në fillim. Shumë shembull i bukur. Po, fillon me shu tempon e ushtrimeve. Edhe do pësosh, kur ti ishtash në betejë përdyti me shejtanin, edhe shejtani ai u ka stërvit, se hupi një betejë me ty. Ai tash ka shku ka stërvit edhe më shumë. Përvoj dituri se i ka ato shejtan tjerë që konsultohet me to, ato janë krijesa që jetojnë më gjatë se na. Po. Përvoja, eksperienca, udhëzime, trajnime, i bën shkon seminare special veç për ty. Edhe tash ti ballavaçohesh në dy luftim, tash më nuk godit si të ka godit përpara. Tash godit në vende tjera ku i din ai ku i ki dobësi, ti ka studiu, ka përcjell, 1 javë, 1 muaj, 5 muaj, 1 vjet, 2 vjet. Tash nuk godit, ku ka godit përpara. Godit në pika të tjera dobta që ti tëm me të parën rrah. Allah e din këtë punë. Edhe andaj thot vendose mos t'i kthehesh mëkatit. Sistem imunitar. Me të pengu me automatizëm nga rënja në mëkat. Të janë 3 kushtet, pra. Po, e katërta që përmend ulemat është sinqeriteti, që domethënë këtë jo të jetë për Allah, jo për përfitime, jo për adin interesa kësaj bote. Vetë faktit që brengosësh. Edhe pesta e përmend ulemat, domethënë se i ki hinar hak dikujt, për ke marr pasurinë dikujt, do shme kthi hakin. Ati, për shembull, ki vjedh dikan, ki vjedh një bicikël, ki vjedh një motor, ki vjedh pasuri caktuar, domethënë mall kështu me radhë, do shme kthi. S'kemi kohë se kishim zbërthit që këtë më shumë është. Kjo është muhabeti, domethënë i them edhe njerëzve, nëse ka mundësi mu keq kuptuar kthimi hakut, atëherë jep sadaka edhe mbyll me aq. Jep sadaka në emër dëmtumit. Po.